Situata e Marash Kumbullës te Majorka ka marrë një kthes as pak të këndshme, pas deklaratave të lëshuara sot nga trajneri i Argjentinas i klubit spanjoll, Martin De Michelis. Ky i fundit, i pyetur rreth mungesave të vazhdueshme të mbrojtësit kuqezi, ka aluduar se nuk dinte arsyen reale pse Kumbulla po e bënte një gjë të tillë. Nuk di asgjë për Marashin, por ato që kupton duhen pak fjalë. Nuk di asgjë për të, e megjithatë di shumë. Ishin fjalët e trajnerit Argjentinas i afruar me detyrën e vështirë që të shpëtojë Majorkën nga ronja. Kjo ka mjaftuar që të shpërthejnë një lumë akuzash në rrjetet sociale ndaj Kumbullës, i cili mungon prej shumë muajsh në radhët e ekipit me dëmtime të vazhdueshme dhe ka kërkuar edhe leje për t'u trajtuar në aspektin psikologjik nga situata të tilla. Ai është një nga lojtarët më të paguar në klub, i huazuar nga Roma, por kontributi i tij ka qenë minimal në pjesën e dytë të sezonit. Por vetë futbollisti, nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, i është kundërvënë çdo akuze, duke bërë të ditur se nuk pranonte asnjë lloj aludimi për mungesë për kushtimi. Mosova nëpërmjet shtypit, por disa lajme dhe komente që vënë në dyshim profesionalizmin dhe përkushtimin tim me Majorkën. Nuk lejoj që të vihet në dyshim përfshirja dhe përkushtimi im profesional. Do të ketë një kohë dhe moment që ta sqaroj, por tani të gjitha forcat duhet jenë të përqendruara te ndeshja e nesërme, shkruante futbollisti i kombëtares shqiptare në postimin e tij.